të gjithë të historitë. Pra, Gjermania nuk ka asgjë personale, Gjermania ka qenë mbështetëse e integrimit. Gjermania sot është vendi që i ka rënë një barë tjetër mbi shpatulla. Pra nuk është më ajo Gjermani që ka qenë gjithmonë që shkruante çeqet, priste çeqet për të tjerët. Se mbrojtjen e bënte Amerika dhe si thush politikën e bënin bashkë me Francën, situata është tjetër. Pra lufta ka ndodhur në kontinent që nga 2022 janë për 4 vite. Europa dhe Amerika nuk janë Amerika nuk është më ajo që ka qenë, domethënë Europa ka qenë historia, domethënë gazi i lirë rus, edhe mbrojtja amerikane dhe shteti i mirëqenies në Europë, domethënë nuk është më kjo situatë. Bota si thua në një farë mënyrë ka ndryshuar. Dhe kjo është një ndër arsye që ne po bëjmë ne rrezikojmë të humbasim momentin tonë. Domethënë është ato moment që zoti përdoret një fjalë për gjuna. Është gjuna pse? Ti kishe një moment shumë të mirë. Edhe nuk ishte vetëm retorik, pra ti more hape negociatat, ti bëre skanimin, ti hape gjithë kapitujt në një kohë rekord, ti bëre një integrim në SEPA, ti je pjesë e growth planit dhe ke bërë dhe ca summitet mira në Tiranë. Tani pse e bën si ajo lopa që mbush kovën me qumësht dhe pastaj i jep shkelmin. Ky është momenti i shkelmit, pas një arsye. Kemi Gjermaninë dhe vendet e tjera, edhe përfaqësuesi shoqërisë civile Gledis Gjipali theksoi që janë edhe Holanda apo Suedia që i bashkohen këtij qëndrimit të Gjermanisë, po edhe vendet e tjera. Ndërkohë kemi zotin Rama që thot nuk është kjo çështje, pra çështja Balluku apo çështja Akshi që po e pengojnë integrimin, dhe ndërkohë e akuzon opozitën që shkon si mërgat qyqesh në Berlin apo Bruksel që po e nxin imazhin e vendit. Kush ndikon në fakt më shumë tek bërja e opinionit të këtyre vendeve? Janë përfaqësitë e tyre diplomatike në vendin tonë? Është kjo e ashtu quajtur mërgat qyqesh? Janë protestat e opozitës që po bëhen 6-7 të tilla sa kanë ndodhur, apo mund të jenë gjithë elementë? Për pjesë e luanit është vetë qeveria. Pra, po flasim deri në tetor të vitit kaluar, domethënë po kjo opozit ishte. Po këto protesta bënte, po këto ambasador ishin që bën raportet. Pra, domethënë është vetë pjesa e qeverisë në këtë kohë, edhe një çështje konkrete që u bë ndërkombëtare. Domethënë vinin përfaqësues nga Brukseli me emër me mbiemër, të thonë që kjo çështje është problem. Ne, si thua, ne test kritik. Pra kur ai thot test kritik, tani çfarë do të diskutosh? Çfarë, domethënë në një farë mënyrë çfarë kërkon më tej? Domethënë kur ata ta thonë shumë qartë. Dhe tjetra është kjo, nëse ti ke një plan për 2026-27 për të mbyllur kapitujt, unë nuk besoj që ne kemi kapacitetet administrative, institucionale, politike, shkencore, ekonomike, në mënyrë të tillë që të përballojmë, pra gjatë këtyre 2 viteve po të mbyllim kapitujt, po do bëjmë reforma zgjedhore, po do bëjmë reformën territoriale, po do bëjmë edhe ndryshime kushtetuese, po do bëjmë edhe ligjin për referendumit, po do bëjmë edhe këtë, do bëjmë edhe atë. Pra ne na mungon si thua, në këtë moment është një lloj ndoshta është e qëllimshme që të krijojmë ca narrativa, dhe domethënë mediat ushqehet me lajme idiote, domethënë si në kuptimin që mblidhet kryeministri në një vend, takon ministrin, dhe kjo është gjë më normale në botë, domethënë që kryeministri takon ministrin dhe tash gjithë media qëndron dhe bën takoj këtë ministër. Hyri dhe doli. Hyri dhe doli. Domethënë të arrim në pikën që themi, okay, po bëjnë memorandum bashkëpunimi këta, domethënë që duhet bashkëpunojnë me njëri tjetrin, po bëjnë memorandum mirë kuptimi. Pra një gjë më normale në botë që kryeministri takon ministrat, këtu bëhet lajm dhe nuk ka asnjë lloj, si themi, gjëje konkrete. Po le të qëndrojmë te çështja e integrimit. Pra çështja është kjo. Këto 2 vite do të jetë viti i realizimit të detyrave të shtëpisë që nuk janë të pakta. Vetëm korpusi legislativ është shumë i madh. Do të thënë koha për të bërë konsultime, koha për ta bërë atë ligj siç duhet, koha për të menduar për kapacitetet institucionale që duhet të forcohen, lëre më implementimin, se nuk do t'i bëjmë dot të gjitha, po të paktën të shfrytëzonim këtë dashamirësi dhe këtë moment ideal. Dhe pse duhet që të jetë vetëm Malizi përpara në këtë moment, dhe të mos ishte edhe Shqipëria, sepse ishte retorika, do të thënë qoftë nga zonja Kos, qoftë nga të tjerë, ishte retorika që Shqipëria po përpunon mirë, ekipi negociator është shumë i mirë. Do të thënë pse duhet ta humbasim këtë mundësi? Le të ndodhë çfarë të ndodhë.
sepse dihet që ne nuk e parashikojmë dot se çfarë do të ndodhë dhe jemi në atë momentin Dhe frika është edhe sipas shumë analistëve dhe njohës të çështjeve të integrimit është se në momentin që na parakalon Malizi dhe supozojmë të bëhet pjesë para nesh e familjes europiane, vetë Brukseli do jetë i kënaqur me këtë arritje, pra ka realizuar dhe një zgjerim dhe ne mund të mbetemi mbrapa me çështjet e tjera dhe ndërkohë që vazhdojmë dhe hetim edhe këtë vallën tjetër me Serbinë që të heqim dorë nga disa benefite që i përfiton me antarësimin në Bashkimin Evropian, si komisionerët apo eurodeputetet apo vetoja, mjafton që të jemi në tregun e përbashkët rajonal dhe zonën Schengen dhe e kam fjalën pikërisht për atë ide qasje realiste drejt BE-s që e paraqitën Edi Rama dhe Aleksandar Vučić si një propozim për Europën. Okej. Do të thënë, e para ka të bëjë me faktin që nga duhet mësojmë. Do të thënë, pse nuk mësojmë nga Kroacia, që brenda një periudhë të shkurtër e dinte që kishte një punë monumentale për të bërë, pra një punë voluminoze. Pse mos mësojmë nga Kroacia? Pse mos ketë një pakt kombëtar që të themi kjo periudhë, do të thënë pavarësisht gjithë gjërave që janë brenda, kjo duhet shfrytzuar për interes të vendit sepse ndoshta nuk e kemi më, nuk na kthehet më kjo situatë. E dyta ka të bëjë me historinë e Serbisë, do të thënë, nëse ne shikojmë nga pikpamja gjeopolitike, pra themi, do të thënë, interesi i BE-s, pavarësisht se Serbia, do të thënë, ka luan me 4 porta, është instrumenti i Moskës, flirton me Kinën, është histori e tyre, do të thënë, histori e një vendi që nuk nda dot me të kaluarën, që e kaluara si thush është më e shenjtë se ardhmja. Janë historitë e tyre, por si thush interesi gjeostrategjik është që, ta marrim me çfarë do lloj çmimi në krahun ton, për shkak sepse nëse na ikën kjo, pastaj është historia Bosnjës, pastaj është Malizi, pastaj është Maqedonia, pra do të rikthehemi në një herë atje ku me zero mbyll të viteve 90. Dhe ndoshta edhe kjo historia e editorialit përbashkët ndoshta ka një racionale kur e sheh në këtë historinë që ne nuk do të bëhemi pengesë. Pra, nga 27 vende që ka sot vende antare të BE-s, janë dhe 10 vendet e tjera që presin në rrallë. Pra, 6 vendet e Ballkanit, plus Moldavia, plus Ukraina, plus Turqia, bëhen 10 vende. Dhe po të shkojnë 37, sigurisht me këtë lloj historie nuk funksionon. Dhe nuk është një ide e re kjo historia do të thënë e gjetjes së një mekanizmi të ri. Nuk është mekanizmi i ri sepse de facto ekziston për Zvicra, Norvegjia, Danimarka, pra nuk janë vende që kanë të drejtën e vetes antar plot, po janë pjesë e 4 lirive të famshme të BE-s. Por parë nga këndvështrimi edhe interesi shqiptar, pyetja është, po ne kemi hallën e Kosovës përpara. Do të thënë si do avancoj Kosova, si do të bëhet integrimi